bashkëpunimi që pastaj... Po fatkeqësisht sot është përfaq. Këta edhe bëjnë politikë edhe nuk e kuptojnë që e nesërme e demanton me veprimet e veta. Sot, zonja presidente e nxori vendimin që e nxori, për cilin po përpiqem të jap disa aspekte sqaruese në pyetjet që ngritën edhe kolegët parafolës. Po, procedura e fillimit 60 ditëve është shumë e rëndësishme, por kjo procedurë nuk e ka parapar, kjo normë kushtetuese nuk e ka parapar rrethonën objektive të qenurit të vendit në situatë zgjedhore, siç ishin tani. Kjo flet në parim, që presidenti, duke qenë një institucion shumë i rëndësishëm, 60 ditë kuvendi i ka me negociu për figurën e presidentit ri, i cili jo rastisht janë dhënë 60 ditë kuvendi, për shkak të peshës dhe rëndësisë që përfaqëson kreu i shtetit të ne quhet president. Prandaj kjo procedurë ka mund të fillohet, unë teknikisht e thash, ka mund të fillohet edhe nëntor. Absolutisht nuk ka kufizime kur mund të bëhet, por logjika e normës është 30 ditë që 86.2 kërkon që më herët, më së largu, më së vonë 30 ditë para të zgjedhjet presidenti i ri, para përfundimit të mandatit të presidentit aktual. Pra, në sezonin sosmane i përfundon mandati me datën 4 prill, automatikisht 30 ditë do të zhvendosemi më vonë në kohë. Sipas nivelit 86.2. Sipas kësaj procedure, kjo pastaj determinon edhe kohën e zhvillimit të procedurës, sepse janë ditë 60 ditë, duhet të filloj. Mund të filloj dhe të mbaroj për një ditë të vetme, siç ka ndodhur gjithmonë. Po kushtuta është kujdesi deri më 5 maj apo jo, do të jetë 60 ditë. Jo, ky 60 ditë nuk vlen. Ky 60 ditë në pikpamjen time nuk vlen, sepse edhe po të ishte procesi në raundin e parë, unë po them, procedura ka filluar, por e njëjta ka dështuar të zbatoj afatin 60 ditor. Dhe kushdo që thotë sot, se ka mendime edhe ndryshe, edhe kolegëve të juristë dhe disa edhe shumë do të thotë në mënyrë stoike qëndrojnë në pretendimin që në momentin që fillon 60 ditëshi, sot dje ka filluar 60 ditëshi, ai duhet të shkojë deri në fund. Ku po bazohen kështu? Ku shkruan kështu? Si mund ta përjashtojnë paragrafi 3 në anën 86? Nuk ka normë kushtetuese që nuk ka kuptim, nuk ka qëllim dhe nuk ka efekt. E si mund të përjashtojmë nenin 82.3? Kjo është pyetja. Nëse brenda afatit prej 60 ditësh nga dita e fillimit të procedurës së zgjedhjes, nuk zgjedhet presidenti i Republikës Kosovës. Për arsye se neni 86 e ka një titull aty. Thotë zgjedhja e presidentit. Po. Është një dispozit që flet ekskluzivisht për procedurën e zgjedhjes së presidentit. Ja, këtu e keni. Dhe siç e shihni, do të zgjedhja e presidentit e para flet për mënyrën e votimit nga kush zgjedhet, e dyta flet kur më së voni duhet të zgjedhet. Kjo është normë e qartë. Çdo zgjedhje përtej këtij afati, edhe po të ishte në rregull, e bën. Pra ju çfarë thatë sot është që brenda 45 ditësh ne do kemi zgjedhje të reja. Absolutisht brenda 45 ditësh duhet të organizohen zgjedhje. Është prap fakt që këtu thot zgjedhja e presidentit, mirë po neni 82 thot nëse mund ta ktheni. Po mund ta rikthejmë nenin 82 rinesa? Flet për shpërndarjet e kuvendit, do thotë këtu thuhet qartë që shpërndarjet e kuvendit nuk mund të ketë nëse nuk ka afat 60 ditor të fillimit procedurës së zgjedhjes së presidentit. Thotë kjo është a ka kolizion këtu apo si? Nuk ka kolizion. Nëse dëshirojmë ta shohim në një çështje tjetër, mund të themi se ka kolizion. Për mua është plotësisht në harmoni, sepse normat kushtetuese duhet të lexohen të ndërlidhura njëra me tjetrën për t'u nxjerrë kuptimin e tyre. Në pikpamjen time, këto janë rastet kur detyrimisht, përjashtimisht paragrafi 2, paragrafi 1 detyrimisht kuvendi duhet të shpërndahet. Dhe ju lutem ta tërheqim një paralele në krizën e vitit që shkoi. Ju kujtohet kur gjykata kushtetuese vendosi afat përkundër që kushtetuta shprehimisht nuk parashih afat për konstituim të kuvendit, sheh vetëm afatin se kur duhet ftohet seanca konstitutive, por vendosi afatin 30 ditor, brenda të cilit duhet të zhvillohet procedura e zgjedhjes së përkatësisht konstituimit të kuvendit. Në rastin konkret kur kushtetuta flet qartë se nuk është zgjedhur president, pra është shkelur ky detyrim nga vetë kuvendi. Prandaj nuk mund të ketë shkelje detyrimi e të kalush pa asnjë pasojë. Kjo nuk lejohet në asnjë nivel. Po teknikisht ka qenë e pamundur kuvendi ta mbrikë 60 ditë kur është themeluar me 11 shkurt. Hiç ka rëndësi kuvendi ka qenë funksionar që të me të drejtë ju nga data 11.
Ka mund të zhvilloj këtë procedurë kuvendi me datën 12 edhe 3 raundet t'i konsumoj. Po kuptohemi aty, po prap nuk përmbushet 60 ditë. Jo, kjo çështja është qasje destruktive të lexuarit të kësaj norme. Po, megjithatë vetëm diçka, do të thotë përderisa nuk e kemi një përkufizim të saktë se çka nënkupton dita e fillimit të procedurës. A është mbledhja e 30 të shkrimeve, a është paraqitja para kuvendit apo çka? Përderisa nuk e kemi këtë, atëherë pika 3 e neni 82 është e panevojshme. Se duhet të ekzistoj kjo pikë nëse nuk e kemi të përcaktuar se çka nënkupton dita e fillimit dhe përderisa kemi pikën nenin 86 me atë pikën që e përcakton 30 diqin. Atëherë realisht në qoftë se kjo do të vlejka vetëm qoftë se llogaritët 60 diqi prej ditës shpalt prej ditës se kur i përfundon mandati, apo jo, apo është kur i përfundon mandati, okej, do të thotë në qoftë se qenë ka kjo do duhej që t'ishte e specifikuar, me qenë se do të thotë në këtë formë, nuk po duket se ka kuptim ekzistenca e pikës 3. Ka plotësisht kuptim sepse 86 paragrafi 2 e ka një kërkesë shprehimore. Aty thotë duhet, nuk thotë mund. Presidenti do të jetë i zgjedhur 30 ditë para përfundimit të mandatit aktual. Kjo është shumë e qartë. Pasoja mos zgjedhjes brenda këtij afati e ka dështimin e kuvendit që duhet të shpërndahet. Megjithatë, nuk është, do thotë nuk ka nevojë për 60 ditë, ajo mund të jetë edhe më gjatë, siç e thatë më herët, mund të fillojë edhe më përpara se para 60 ditësh, edhe më vonë e rëndësishme është që para pa u bë 30 ditë të ketë. Do thotë pse ekziston që ky 60 ditë si numër, unë nuk po e kuptoj. Po pikërisht ky ekziston për arsye të specifikave të mënyrës së zgjedhjes së presidentit nga Kuvendi i Kosovës. Fakti që parashit një procedurë veçantë, me kushte të veçanta, dhe kërkesat janë shumë të qarta, duhet 2/3 të 80 deputet të qëndrojnë në sallë dhe të votojnë. Në raundin e parë, po aq në raundin e dytë, për dallim nga raundi i tretë që është plotësuar dhe ndryshuar me aktgjykimin e vitit 2016, që kërkon vetëm 61 në sallë dhe 61 në kuti, është procedurë komplekse prandaj, pse është komplekse, procesi duhet zhvillohet 60 ditë, brenda 60 ditësh si procedurë. Absolutisht pasoja e mos zgjedhjes duhet të adresohet. Çka nëse s'do të shkon të kuvendi në shpërndarje me dekretin e sotëm? Pasoja është e përcaktuar te 30 diçi i nenit 86. Pasoja është do të thotë shpërbërja e kuvendit. Pasoja është shpërndarja e kuvendit. Çka nëse ky proces do zhvillohej në maj, në qershor? Cili proces? Procesi sipas kësaj logjike, atëherë 86 po mundsoa ka që presidenti të zgjedhet edhe të filloj procedurën nëse pas ka pasojë të 86.2, atëherë për me mrit e paragrafit 6 që thotë nëse asnjëri kandidat nuk merr shumicën e nevojshme, vendi shkon zgjedhje. Nëse pas ka efekt 2, atëherë këto tjerat mund zhvillohen edhe mas 3 muaj, mas 6 muaj, pas logjike se... Jo, po flasim që objektivisht kuvendi nuk ka mund të filloj proces 60 ditë përpara. Kjo është fakt,